الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, ja pra thamë dhe dersin e kaluar se në këto ditët e para të muajit të bekuar ne duhet të angazhohemi që të mësojmë rreth këtij ibadeti madhështor. Ne në ligjëratën e parë folëm disa fjalë në lidhje me vlerën e muajit të bekuar të muajit të Ramazan. Sot do t'i themi disa fjalë në lidhje me vlerën e vet agjerimit, me vlerën që bartën agjerimi që nuk zaventsohet me ndonjë adhurim tjetër. Andaj, Allahu Dhul Gjelal ju drejtohet besimtarve dhe ki ajet ka vle për pejgamberin dhe sahabet, për tabiinët e kështu me radhë dhe do të vlej deri në kiamet. Që Allahu Dhul Gjelal i fton besimtarët dhe thot: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar. Dhe ne mo e dim një parim që e kem si besimtar, kur e ndëgjojmë apo kur e lexojmë fjalën e Allahut Dhul Gjelal, që ai thot: o ju besimtar, ne jemi të gatshëm të themi lebejk Allahumme, urdhno o Zot. Pra urdhno, nëse është urdhër do ta zbatojmë, nëse është ndalesë do të largohemi. Andaj pason urdhni Allahu Dhul Gjelal pas thirrjes së tij, o besimtar, kutiba alejkumus siyam, u është të bën fars juve agjerim, kema kutiba alel ladhina min qablikum, mu ashtu si që u është pas bën fars umeteve, popujve para jush. Do më thonë, bashkohet vetëm në atë që është fars, por nuk ka qenë agjerimi i tyre sikur ki i joni në formë dhe në mënyrë, por ka qenë fars dhe nuk ka një umet që nuk e ka pas fars agjerimin, as që ka një umet që se ka pas fars namaz. Pra këto janë obligative të gjithë umetit. Andaj kema kutiba alel ladhina min qablikum, pastaj pason arsyeja, shkaku, pse? La'allekum tattaqun, që ju në përmes të agjerimit t'i afroheni Allahu Dhul Gjelal. Nga se agjerimi bëhet vetëm për hir të Zotit. Edhe punët tjera bëhen për hir të Allahut, por agjerimi ka një sekret. Cila është ajo? Se është sekret. Se agjerimi është punë e msheft. Namazi duket, haxhi duket, zeqati duket, por agjerimi është punë e msheft që mundet njeriu të agjeron, mund të mos agjeron, por edhe ai që nuk agjeron mund të thotë se agjeroj. Kush mund ta di? Ka hongër msheft, edhe thotë më ka lodhë sot, mos sot, e kam pas shumë zonë, haj për ndryshe ka ngronë dhe ka pi. Pasi që është punë e msheft, atëre e merat dispozitën, hukmin e merë se është vetëm për hir të Allahut. Dhe me këtë i afrohesh Allahu Dhul Gjelal. Andaj, Allahu Dhul Gjelal me hadithi kudsi thot: çdo vepër që e bën muslimani shpërblehet për to duke filluar prej dhe.
Men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Kush e bën një punë të mirë, shpërblehet 10 fish. Fillon te 10. Mandej 70, 70, 700, 700. Mund të arrije numrat të mëdhej shpërblimi, por është me numra. Kurse për agjerimin thot es-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjerimi është për mua dhe unë di me çka e shpërblej agjerusin. Nuk ka përmend numër të shpërblimit. 10, 70, 700, jo. Ajo mbetet tek unë, Allahu Dhul Xhelal thot, dhe unë vetëm unë e di se me çka e shpërblej agjerusin. Inshallah na shpërblen me Xhennetul Firdaus. Vëllezër të dashur, kemi në gjuhën arabe saum edhe siyam. Saum është përmend përmes gjuhës së Merjemit alayhis salam, nënë e Hazreti Isës, kur Allahu Dhul Xhelal e ka porosit që të mos flet 3 ditë, e 3 net të mos flet. Dhe kur i kanë folë ata, kur i kanë akuzuar ata, e kështu me radhë ajo ka thonë inni nadhartu lirrahmani sauma. Unë kam vendos për hir të Allahut të agjeroj. Jo, këtu nuk është fjala të agjeron, të mos flet. Saum është pra agjerim nga të folurit, të mos flet. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nëse ti duke qenë agjerueshëm, dikush të kritikon, të ofendon, të shan, të randon, ti thuj 2 herë, Allahumma inni saim, Allahumma inni saim. O Zot, unë jam agjerueshëm. Që do në thot, nuk ja kthej fjalën këtij, unë agjeroj. Në këtë rast tash është fjala unë agjeroj nga të folurit. Unë agjeroj, nuk ta kthej ty të shamen me të shame, shpifjen me shpifje, kështu me radhë. Sikur Merjemi alayhis salam që ka thonë unë agjeroj, pra nuk flas, që ashtu edhe ti i thua ati që të ofendon, të randon, kështu me radhë i thua unë agjeroj. Unë agjeroj, do më thonë nuk flas fjalë të këqija, se fjalët e këqija, fjalët e ndyta e prishin agjerimin. Disa ulema thonë e prishin agjerimin total. Madje që njëri prej ulemave i kanë dëgjuar 2 vëllezër musliman të folë për tjetrin, për të tretin, ka thonë agjerimin ta përsëritni dhe namazin ta përsëritni se keni përgoju. Kjo është ekstrem për ta kuptuar se sa të rënda janë akuzat, shpifjet, përgojimet ndaj njëri tjetrit. Por këtu e kem fjalën se saum pra është abstenim nga të folurit në këtë rast. Kurse siyam ka kuptimin agjerim, abstenim nga ushqimi, nga pija, nga kontakti bashkëshortor e kështu me radhë. Andaj, ne me agjerimin, o vëllezër të dashur, çka bëjmë? Ne me agjerimin festojmë. Çka festojmë? Festojmë zbritjen e Kur'anit. Se zbritja e Kur'anit për ne është madhështore. Është dhurata më e madhe që Allahu Dhul Xhelal ja ka dhënë këtij umeti, që ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin madhështor, dhe zbritja e Kur'anit më e dim se ka fillu në muaj të Ramazanit. Dhe ne çka bëjmë? E festojmë. Me çka? Me ibadet. E festojmë me agjerim, me namaz taravije, me sadakatul fitr e kështu me radhë. Pra festojmë se është për ta festuar jo këtë ditë, po këtë muaj. Ne festojmë të gjithë muaj. Ju e dini që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur arriti në Medinë, i gjeti jehudët duke agjeru, i pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përse agjeroni? Thanë, e festojmë. E festojmë këtë ditë, se në këtë ditë e ka shpëtuar Allahu Dhul Xhelal Hazreti Musën. Pra, shpëtimi Hazreti Musës ka merituar të festohet ajo ditë me një ditë agjerim. Pra, shpëtimi Hazreti Musës ka merituar të festohet ajo ditë me një ditë agjerim. Por zbritja e Kur'anit jo një ditë.
se është më madhështore se Allahu dhul Gjelal me ka shpëtu Hazreti Musën edhe atë grusht Beni Israil që kanë qenë me te. Por me zbritjen e Kur'anit Allahu dhul Gjelal ka shpëtu njerëzit dhe Kur'ani ka ardhur për ta shpëtuar mbar njerëzit, huden lin nas, udhërfis, udhëzim për mbar njerëz. E tash ato që e pranojnë shpëtojnë, ata që se pranojnë punë për tonë. Po në ajete tjera thot huden lil muttaqin, është udhërfis, është udhëzim për njerëzit e devotshëm, për ata që besojnë dhe Allahun adhurojnë. Andaj, pra kjo është them festim me kënaqësi. Ne e bëjmë këto me kënaqësi, jo me imponim. Jo se dikush na ka obliguar ose dikush na përcjell, jo. Ne kemi Allahun dhul Gjelal që na e ka bë obligim dhe për hir të atij ne e zbatojmë këtë urdhër dhe në mënyrë festive e bëjmë, në mënyrë kënaqësie e bëjmë këto. Mandej kur dhe ku u bë fars agjërimi, edhe kjo është një madhështore. Kur u bë fars agjërimi? Agjërimi u bë fars natën e 13 të muajit Shaban, që kishin mbetur edhe 17 ditë të Shabanit për të ardhur në muajin e Ramazanit. Allahu dhul Gjelal e ka bë fars agjërimin në muajin e Ramazanit. E ka bë fars 17 ditë përpara. Natën e 13 të Shabanit e ka bë fars. Mirë, ku ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ku gjindeshte? Kur erdhi Gjibrili me urdhrin që i tha, o pejgamber, ti dhe umeti yt e keni fars agjërimin. Kutiba aleikumus siyam. Por Allahu dhul Gjelal nuk tha, o pejgamber ty, ja ayyuhalladhina amanu, o besimtar, me pa dyshim se aty është i pari numër 1, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por obligimi, farzi për mbar umeti, për mbar musliman. E tash ku ishte pra? Ishte në një bafqe prej bafqeve të xhenetit, e cila quhet Raudatu Sharif. Rauda, kur shkojmë në umre, e kur shkojmë në hax, Allahu ja mundsot të gjithëve inshallah, e atje kur shkojmë te xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mundohemi të falim bere 2 rekat namaz në një vend të posaçëm i cili e mba emrin Rauda. E ku është ajo në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ajo është ndërmjet dhomës së pejgamberit, ku ka qenë tash është varri i pejgamberit dhe në mes të mimberit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ndërmjet dhomës time dhe mimberit është një bafqe prej bafqeve të xhenetit. Po jo rastisht vëllezër të dashur. Kjo ka domethënien e vet. Se nuk erdhi Gjibrili pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke qenë tjetër kund, por i ka ardhur në atë moment që ai është gjetur në Rauda. Pra agjërimi është bë fars në një bafqe, në bafqen e xhenetit, në sipërfaqen e tokës, në Rauda, pra në xhaminë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me agjërim ne solidarizohemi me melaqet. Me melaqet. Agjërimi është cilësi i melekëve. Melaqet nuk hajnë, nuk pinë, nuk kanë martesë e kështu me radhë. Pra ne, prej imsakut e deri niftar, jemi të barabartë me melekët. Edhe prandaj, edhe punët tjera duhet jenë të përshtatshme me ata që është i kënaqur Allahu dhul Gjelal. Melaqet nuk bëjnë punë të liga, melaqet nuk shajnë, nuk ofendojnë. Pra ne nuk duhet jemi të solidarizohemi dhe të bashkohemi me melaqet vetëm duke mos ngrohtë dhe mos pi. Po edhe në cilësi tjera duhet t'ju përngjajmë melekët. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ka një derë në xhennet, një derë xhenneti e veçantë për të cilët, për ata të cilët agjërojnë. Në atë derë do të hyjnë vetëm ata që kanë agjëruar, vetëm agjëruesit. Ti themi dera e agjëruesve, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kjo derë ka emrin Rayyan. Pra dera Rayyan është dera në të cilën do të hyjnë ka ajo derë në xhennet ata që kanë agjëruar. Pastaj thot, në xhennet
duket prej mrenda jashtë. Sa të shohin si? Dhamat të xhenetit, sallonet të xhenetit, që prej mrenda duket jashtë, por edhe nga jashtë duket mrenda. Subhanallah, mund thotë dikush mirë, prej mrenda shoh jashtë mirë, ama prej jashtë të më shohin njerëzit atje në sallën time, në dhomën time personale, nuk ja vlen kështu, jo ja vlen. A di pse? Se nuk janë dhamat edhe shtëpitë edhe pallatet e xhenetit sikur tonat me hudute edhe kujshia shef, ai tjetri rrugës të shef. Jo, sa të shohin sit në xhenet është bafçja jote, Allahu nasip na bëj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka dhama në xhenet që duken nga mrenda dhe nga jashtë komunikimi. Than, kujt i takojnë ja Rasulullah këto dhama të bukura? Tha, ju takojnë atyre që flasin fjalë të mira dhe shpërndajnë ushqim dhe vazhdojnë në agjerim dhe falin namaz natë. Pra, këto dhama ju takojnë atyre që flasin fjalë të mira me njerëzit, kur nuk kanë kontakt me njerëzit, bëjnë dhikër, lexojnë Kur'an, bëjnë istighfar, e kështu me radhë. Pastaj shpërndajnë ushqim. O vëllezër, ushqimi përpara ka qenë shumë me vlerë, pse njerëzit nuk kanë patur. Tash kur ta përmendish ushqimin, disi nuk është me rëndësi, pse elhamdulillah, shumica e kanë ushqimin. Ka njerëz që kanë nevojë, që ato që kanë nevojë, ato që kanë duhet t'ju ndihmojnë, që ta marrin këtë cilësi, pra it'amu ta'am, që ndajnë ushqim. Pastaj edamu siyam, vazhdojnë të agjerojnë. Do më thotë jo vetëm Ramazanin, por agjerojnë edhe ditë të tjera që na premton koha, do t'i përmendim. Pastaj ata të cilët falin namaz natë. Për këtyne 4 punëve, ose këto 4 punë me mujtë me i bo të gjitha, por nëse jo të gjitha beret diçka prej tyre, meriton, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë këto 4 kush i bën, e meriton një dhamë të xhenetit, ashtu siç e ka përshkruar sallallahu alaihi wasallam. Andaj, o vëllezër të dashur, agjerimi dallon nga adhurimet tjera, nga se është bedel për punë tjera. Kur thomi bedel, zavendëson. Me agjerim, zavendësohen disa punë tjera. E për ta përmend këto, pra, duhet të themi çfarë llojet agjerim. Ne pak fjalë tham në lidhje me vlerën e agjerimit. Dhe ajo që them ne është minimumit nga ajo që ka premtuar Allahu dhul xhelal. Por ne duhet të dimë se nuk e kemi agjerim vetëm muajin e Ramazanit. Agjerimi ndahet në disa lloje. Duke filluar prej farzit, agjerim farz, agjerim wajib, që është një kategori më pak se farzi, dhe agjerim nafile, vullnetar. Agjerim farze kemi muajin e Ramazanit, o në muaj të vete agjerojmë, o pastaj, pasi kalon muaj Ramazanit, për dënjë arsye, mos mund të agjerojmë në Ramazan, por mbetet fars, që i thëmë ne kaza, mbetet fars. Agjerova në muaj të Ramazanit, është fars. Por nëse nuk e agjerojnë muaj të Ramazanit, a mbetet fars edhe mo? Mbetet fars deri sa ta agjeresh. Kjo është lloji pari i agjerimit. Edaen vë kadaen. Do të thonë, në muaj të Ramazanit dhe jashtë. Pastaj fars janë disa kefarat. E këtu tash vjen radha me përmend se bedel i disa punëve është agjerimi. Agjerimi madje zavendëson lirimin e robëve. Kur është në pyetje lirimi i robëve, se ka pas robë në atë kohë, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Kurani i Kerimi në shumë raste ka përmend lirimin e robëve. Por njohuri për ato matrit se robërin nuk e ka çpik Islami,
robrin e ka gjetë Islami. Kur ka ardhur Kurani, kur është pa pejgamber, robria ka qenë e përhapur. Madje që robria ka qenë në një formë shumë të çuditshme. Si ka qenë robria? Si ka mund të jetë njëri rob? Ka dy forma. Njëna ka mund të jetë rob, është zonë në luftë, është robnu në luftë, edhe sot në për luftra zonë rob. Edhe atëherë, robi është e zonë në lufte, është kapë si rob, ose e ka shit vetë. Subhanallah. Edhe ki zakon ka qenë po. Ka marrë njeriu prej njeriut hua me afat të caktuar. Me skadimin e afatit kalon hipotekë. Edhe tash lën hipotekë, dyqanin, shtëpinë, tokën. Por në atë kohë hipotekë është lënë edhe vetvetja. Njeriu borxhlia që ka marrë borxh kalon hipotekë vetveten. Çka do të thotë? Me skadimin e afatit që nuk mund ta paguaj unë borxhin, jam robi yt. Me marrveshje. Ai ka thonë ai borxhlia ti hapa më. Nëse nuk ma kthen në afat ti je robi im. S'ka problem, veç ta kryj punën, ma jep borxh, më jep borxh. Edhe ka ndodhë që s'ka mund ta paguaj borxhin, edhe me automatizëm ai është bërë robi ati. Subhanallah. Mirë po, Kurani Kerimi me të madhe ka si hariqu, me të madhe ka nëzit, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nëzit për lirimin e robit. Tu e kemi një rast konkret. Bilali radiallahu anhu, muezini pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka marrë hua borç prej një jahudis, me afat të caktuar, me marrveshje. Po që s'ka do në afati dhe Bilali nuk ka të paguaj borxhin, bëhet robi jahudis. Jahudia ja jep borxhin me qef. Me qef dhe me dëshirë, me shpresë që Bilali nuk do mund të paguaj borxhin dhe do bëhet robi këtij. Jo që kishte shumë nevojë për rob, për qëllimin e kishte dikun tjetër. A dini ku e kishte qëllimin? Të mos e ndëgjoj ezanin e Bilalit. Se Bilali ja kishte shurdhu veshët këtij. Subhanallah. Edhe kanë bën një film për këtë rast, edhe duket si Jahudia ditën e fundit, se afati, skadimi afatit ka qenë me perëndimin e diellit. Edhe kur afrohet pasi qindije, modeli është afru, ai i thot gruas vet, është të perëndu dielli, e Bilali nuk do të ma bjen borxhin, e do t'ja zon fytin mos, ka të vërtet, Allahu ekber, Allahu ekber. Ki ka qenë qëllimi, ta ndalje Bilalin nga thirrja e zonit. Me shumë qef e ka prit perëndimin e diellit. Bilali në shtëpitë vet, i mërzitur, i dëshpruar, s'ka ta laje borxhin në mbrëmje, o duhet me ja çu borxhin, si të perëndon dielli, o me ja çu borxhin, o me shku me ju bot teslim, unë jam robi jot. Zoti na. Pra robria ka qenë e përhapur. Mirë po vëllezër të dashur, para se të perëndon dielli më shumë pak, para se të perëndon dielli, trokit dera e Bilalit. Dhe Bilali për trokitjen e derës e ka njoftë se ki është Ebu Bekri. Subhanallah, që do në thot me këtë. Do në thot se Ebu Bekri shpesh i ka trokit derës Bilalit. Andaj, Bilali e ka njoftë se kjo trokitje e derës është Ebu Bekri. Edhe i thot bashkëshortës, dalë se po i bjen derës Ebu Bekri. Edhe del të dera. Kur del të dera, kur e qëll dera në Ebu Bekri. Selamu aleikum, aleikum selam. Bërën Ebu Bekri, hajde. Jo, tha, nuk jam për him brenda, po që tu tha keni dhurat për mu. Me një mindil të mbështjellur, se të hollat kanë qenë dinar dirhem. Edhe, thot që këtu e keni dhurat për mu, thot merë. Allahu ekber. E merë Bilali, kur hin brenda, kishte teprua dhurata e Ebu Bekrit nga borxhi jahudis. Më tepër. I merë Bilali, radiallahu anhu, edhe me të ngajtur, kur shkon të Jahudia, kur të rëket derën e Jahudis, Jahudia thot, erdi Bilali, pasi vinë para kohës së një ka gjetë kitë holla.
edhe tash bëhet robjem. Kur del, Bilali thot urdhna, sot ishte dita e fundit, urdhna borxhe. U bo shumë keq, u mërzit shumë jahudia, po mirë pse u mërzit erdhen, nuk e kish qëllimin e të hollat, nuk e kish qëllimin të dinari as dirhemi, e kish qëllimin Bilalin ta robnon. O vëllezër të dashur, edhe sot të kësaj dite ka projekte për t'i robru muslimant, jo, ne nuk e shohim, për t'i bë muslimant nevojtar ndaj të tjerëve. Por muslimant është këtë temë në vete, se subhanallah, se kanë thonë ulemaja muslimant sot vetëm zekatin me dhanë muslimant, nuk flitet për neve, edhe po pse edhe jo edhe ne, po flitet për ata që kanë shumë para, me dhanë zekatin nuk mbetet fukara në rrugën toksor, fukara muslimon nuk mbetet, vetëm zekatin me dhanë, mos flasim. Pra, e kemi fjalën që Ramazan, agjërimi, është bedel edhe i robëve, është bedel edhe i disa punëve tjera. Për shembull, tham, agjërim farse kemi, muajin e Ramazanit, eda ose kaza, dhe pastaj vinë kefarate. Çfarë janë kefarat? Janë dënime. 3 lloj kefareteve të mëdha, edhe një është më e vogël. Të mëdha janë. Nëse një njeri, një musliman duke qenë agjërueshëm pa arsye, pa ndonjë fije të zorit, vështirësisë, e prish, i ka shku mendja me piju, i ka shku mendja me kallë një cigare, i ka shku mendja shokët mos i thënoj, hajde be vesh ti agjëron, hajde sot prishe, su bon gjo, edhe e prish. Për shembull, ki njeri obligohet të agjëron për këtë ditë që e ka prish, duhet të agjëroje 2 muaj të plotë. 2 muaj. Ai dikush thotë ai se ka agjëruar një ditë se i ka bë ball, ani, borxhi i mbetet atij. 1. Edhe ato pa ndërprej. E dyta, kefareti 4. Me vra njeri, me mbit njeri gabimisht, jo me qëllim është temë vetë, gabimisht. E ka mbit një njeri, duhet të liron një rob. S'ka rob tash. Kush është bedeli robit tash? Agjërimi. Duhet të agjëroje 2 muaj pa ndërprej. Lloji i tretë që e ka këtë shumë 2 muajore të agjëroje, është nëse një njeri e përshkruan bashortën e vet haram sikur nana e vet. Te ne nuk është këtë tradit, po te arabët është tradit. I thot gruas, kur i thot, i thot ti je haram për mua sikur nana ime. Kur të bëhet nana ime, gruaja ime, çatër bosh edhe ti. Kësa i thonë kefareti zihar, ja përshkruan, ja përngjan në haram bashortën nanës. Ki njeri e ka haram këtë gruan e vet e ka haram, sikur nanën e vet, derisa të agjëroje 2 muaj të plotë. Të kishte rob, do të alshonte një rob, po nuk ka rob. Kusho bedeli robit tash, është agjërim. Pastaj kemi një lloj agjërimi tjetër, ai është më pak, është treditor. Cili është ai tredit? Tredit është agjërimi i njeriut që e prish beje. Si e prish? Ama e prish për punë të mirë. Do më thonë, një punë të mirë që ta bën, ka bo beje. Për shembull, ka bo beje, nuk i foli vllaut, nuk i foli motrës, nuk e bëj këtë, edhe pendohet, i foli njerëzit, pendohet. Ama unë kështu pajtu, kështu i fol, kështu uru Ramazanin, ama kam bot beje, kam thonë, vallahi billahi si foli. Atëhere, ilaçi kësaj, rrugdalja kësaj është, ki e prish këtë be, edhe, çka bën? Agjënon 3 ditë. E para është me ushqeje, ose me i veshmbath, vetë fukara. Disa ulema thonë e para është me agjëru, e dyta është mirë, po, cilën do të ta bën, është tamam, ama kjo është agjërimi pra kefareti jemin, që është 3 ditor. Këto pra janë farze. Vajibe, agjërim vajib i kemi 2. Njona është nedhër e kam bon vat, kom thonë, si të më kryhet kjo punë, o Zot, unë da agjërej kaç ditë Ramazan. Elhamdulillah, u kry, duhet me agjënu qaç sa e ka premtu. Dhe tjetër është prishja e një dite nafile, që ke dalë me agjërim, e ke bon një të agjëresh, dhe e ke prish, për do një arsye, nuk ka dënim, sikur dita e Ramazanit,
por duhet të zavendësohet. Dhe ajo ditë për të zavendësuar mbetet vajib. Pastaj kemi agjërimet nafile, siç e dim, të nderuar, të hanetente që ka agjëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 ditët e bardha, 13, 14, 15 sipas kalendarit honor. I kemi 6 ditë të Shevalit, i kemi 9 ditë të Dhilhijhes, e kemi ditën e Arafatit që është shumë me vlerë agjërimi, e tjera, këto pra janë, ose agjërimi më shumë sa muaj është agjërimi më shumë më agjëru, jo sa muaj. Agjërimi më i gjatë është praktika e Davudit a.s. i cili një ditë ka agjëru, një ditë ka pauzu. Kjo është agjërimi i Davudit. Një ditë ka agjëru, një ditë ka pauzu. Kështu ka qenë agjërimi i Davudit a.s. Kurse agjërimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë të honetente, rregullisht, edhe 13, 14, 15 ditët e bardha, edhe ata që përmendëm. E lutim Allahun dhul xhelal, pasi që na ka mundësu të arrijmë këtë muaj dhe na ka dhënë mundësi të agjërojmë, të bëjmë hizmet këtij muaj se është shumë i shkurt, ejame ma'dudat, ditë të numruara, edhe me këta ditë, me një muaj agjërim është i kënaqur Allahu dhul xhelal dhe na i meritojmë ato dhamat e xhenetit, edhe meritojmë derën rejan të xhenetit inshallah. Allahu të na pranon neve dhe mbar muslimanëve agjërimin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.